Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e pitës me patate të reja dhe mjesht të terur. Përgatitja me 2 kuleç, ideale për fillestarët, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim mbushjen e pitës. Këtu kam 5 patate mesatare, patate të reja, cilat i kam larë mirë dhe i kam vendosur kështu në njën me ujë. Tash me anë të një thike vetëm se ja largoj kështu lëvorën ja largoj. Thika duhet jetë thikë buke me dhëmbë kështu, vetëm ja largojmë shumë shpejt lëvorën dhe më pas bëjmë cotimin. Kam largu lëvorën patatëve, tash marrim dhe i prejmë kështu në katrorët vogla. Sa më të vogla të jenë katrorët, aq më mirë do jetë. Kështu në këtë mënyrë. Kam bërë cotimin e patatëve, tash marr një tigan të lloj që nuk nxeh dhe në të shtoj një qep të madh ose 2 qep mesatare coptuara në copsa të vogla dhe i shtojna vaj, dikon rreth 60 ml, në temperaturë mesatare. I fërgojmë qepët duke i përzier vazhdimisht derisa të zbuten ato mirë. Kam fërguar qepët, kam fillu që të marrin ngjyrën kafe. Tash ja shtojna 200 gram me misht thatë apo misht terur, cilën e kam prerë kështu në peta të holla. E shtoj dhe masën përsëri e fërgojmë për 6-7 minuta, kështu duke e përzier vazhdimisht. Kam fërguar masën, tash ja shtoj patatet e coptuara. Shtoj një lugë djelle me vege dhe i shtoj biber të zi. Shtoj sipas dëshirës, dikon një lugë të vogël lugë çaji. E përzina masën dhe masën përsëri e fërgoj dikon për 7 ose 8 minuta tjera duke e përzier vazhdimisht. Shumë e rëndësishme është që tigani të jetë lloji që nuk nxeh. Kam fërguar masën, po një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash e shtojna dikon rreth 300 ml me ujë dhe në temperaturë mesatare masën do e zim derisa të shterrat i tërë lëngu. Përzierja bëhet her pas here. Është shterur lëngu. Tash masën e largojna nga zjarri. Pasi harxha apo mbushja është gati, përgatisim brumin e pitës. Këtu kam 500 gram me miell, ja shtoj një lugë e gjysmët mesme me krep dhe shtoj dikon rreth 2 lugë gjelle me vaj. Dhe për formimin e brumit na nevojitet uji i vakët. Masat e ujit nuk dihen asnjëherë fikse. Shtojmë kështu një pjesë, uji duhet të jetë i vakët, nuk guxon as se të jetë shumë i nxehtë dhe fillojmë që brumin direkt ta punojmë me dorë. Shtojmë ujë e punojmë derisa ta formojmë një brum të butë, jo shumë të fortë. E punojmë derisa brumi të largohet nga dora. Sa më shumë bëhet punimi i brumit, aq më mirë do jetë, më mirë do del pitja. Pasi kam punu brumin, e kam mbuluar me folin, najlone dhe lënë
që në ambient dhome brumi të pushoj për 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm e largojmë rejna. E largojmë shto. E fillojmë poli. Hemi mirë në tavolin pune dhe kalojmë brumin. Pasi brumi ka pushu mjaftueshëm, është bërë elastik, është bërë shumë i mirë. Tash brumin e rrokollisim kështu. Punojmë pak dhe ndojmë në 2 pjesë. Secilës pjesë ja japim formën e një kulaçi, duke rrokollis kështu në mijë dhe pjesës tjetër. Gaditja shumë e lehtë e kësaj pite bëhet shumë e sheshme. Ta përgatisim dhe fillestarët. Tash kemi patate të reja, bërdoj shumë e mirë me patate të reja. Tash brumin e hapim në një masi tikon rreth 30 cm, kështu, me atë shkopit. Duhem të bëj në formën e një katrore. Nëse lënë edhe në formë rrethore, nuk do ketë problem. Kam hapur të dipeta në masimin një, si për ju shtoj dikon rreth 2 lugë gjallë, secila gjallë të shkrirë. Mund t'i përgatisni me puter, me vaj, me gjallë, me çfarë do lloj ndyrash. Mund bëni përzierjen, varet nga dëshira juaj. Unë kam bërë përzierjen, më mirë është e vajt dhe gjallpit, dalin më të mira dhe më të lehta për hapim kështu gjallpin, dhe i lajmë që të pushojnë në ambient dikon për 10 minuta. Petat e hapura kanë pushu mjaftueshëm, tash marrim dhe i ndajmë kështu të dyja në 9 pjesë. Kështu nga njëra unë i prejmë në 2 pjesë, nga tjetër i prejmë 3 pjesë në varni dhe kështu fytojna në copë. Në mënyrë të njëjtë veprojmë edhe me pjesën tjetër brumit. Tash fillojmë që të bëjmë radhitjen. I bashkojmë kështu nga 2 pjesë. Dhe tek secila e dytë hedhim nga një lugë gjelle me yndyrë. Në çdo 2 tënpejt, pasi ta vendosim. Kështu mundohem t'i nxes mirë nga gjitha anët. Kthejmë nga ana tjetër, her pas here brumin e kthejmë nga ana tjetër, që të bëhet ngjitja paralel e të gjithave. Shtojmë një lugë gjelle me ynyrë dhe në këtë mënyrë vazhdojmë me radhitjen e gjithë pejtave. Pra si që vëreni, përgatitja është e lehtë, nuk keni brumin nevojë të ndani në 18 kuleç, kështu në këtë mënyrë veproni dhe ju del njëjtë pitja si ta përgatitni me 18 kuleç. Shumë e përshtatshme kjo pyetje është për tepsinë e shporetit elektrik.
shtypi qoshet kështu, me anë të shkopit. Dhe më duhen të e formën e tepsisë, formën e drejt kanqit. Tash marrim dhe petën e hapur e vendosim në tepsi. Tepsien e kam lyer me gjallë të ngrirë dhe e tërheqi brumin kështu nga gjitha anët. Dhe më duhen qoshet t'i përhapi rreth rrallëve të tepsisë. Me gjitha anët në këtë mënyrë veproj. Kështu me majët gishtave qoshet. Kam përhapur petën e gjithë përfaqen e tepsisë. Shumë e rëndësishme është që peta t'jetë e lyer me gjallë të ngrirë, ase si zguzon të lyer me vaj. Tash ja kaloj mbushjen kështu. Dhe mbushjen më duhet që ta përhapi mirë në gjithë sipërfaqen. Kam përhapur mbushjen, tash sipër ja kaloj kështu 2 luggjella me yndyrë. Dhe në mënyrën e njëjtë veproj dhe me pjesën tjetër të brumit, duke i radhitur njërën mbi tjetrën, kështu nga 2 ka shluar brumi më shumë se petës së parë, më shpejtësi pak më të madhe tash duhet të punoj. Dhe në çdo cilën dytën petë vendosim nga 1 luggjellë me gjallë. Dhe petës së dytë ja japim formën e drejt kanqit. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë, sikur se që i vepruam me petën e parë. Kam formu petën e dytë, e vendosi sipër harçit dhe kështu në këtë mënyrë e përhapi dhe petën e dytë, duke bashku qoshet e petës së dytë me qoshet e petës së parë. Kështu në anën të gishtave nga të gjitha anët. Me majët gishtave përhapim dhe bëjmë bashkimin. Dhe i shtypim fort qoshet kështu. Nga gjitha anët veprojmë këtë mënyrë. Kemi bashku gjithë qoshet, tash marrim 1 lugë të vogël dhe fillojmë që t'ja formojmë rrethin. Kështu më mirë është që t'ja formojmë rrethin, sepse gjatë pjekjes harxhi mund të delë jashtë. Kështu nga gjitha anët ja kthejmë rrethin. Kam formuar rrethin, sipër ja shtoj dikon 3 ose 4 luggjella me yndyrë. Mjaftueshëm është. Dhe pyetja është gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në temperaturë do e pjekje rreth 25 minuta. E kam largu nga furra pitën, është bërë shumë e mirë. Tash e shprishim pjesën e sipërme. Vërini dhe të ndohet shpejt më shpejt. Tash i hedhim pak ujë që të zbuptet nga qoshet më shumë. E lojmë që të tuhet dhe është gati për konsumim. Është ftohur pitja, është gati për konsumim. Ta ndajmë në pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Dohet flet vërtet, vërtet ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si duket.
Ka dalë vërtet shumë e mirë, jam brendësia. Ka dalë shumë e mirë, besoj se shija nuk ka për mi mungu, është më e mirë se në burektore. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë pite, me patate dhe me të thotë ju bësh mirë, mi mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.